Situata nga përmbytjet në territorin e qarkut të Shkodrës paraqitet në përmirësim gradual. Në bashkinë Shkodër gjatë natës është konstatuar rënje niveli të ujit në zonat e Obotit dhe Dajçit dhe përpasoj ka reduktim të sipërfaqes së tokave me prezencë uji me afro 100 hektar krahasuar me një ditë më parë. Megjithatë, aksi rrugor Obot rruga kryesore mbetet ende i përmbytur me prezencë uji rreth 1 metër, duke e bërë të vështirë qarkullimin e mjeteve. Pavarësisht kësaj, është bërë i mundur kalimi një kamioni për furnizimin e banorëve. Transporti i banorëve në zonën e Obotit vijon të kryhet me varka nga forcat armatosura që po realizojnë edhe furnizimin me ndihmë ushqimore, ujë të pijshëm dhe ushqime për bagëtit. Po sipas të dhënave zyrtare, edhe në njësitë e tjera të Nën Shkodrës, Dajç, Velipoj dhe Bërdic, krahasuar me një ditë më parë, ka rënje të nivelit të ujit dhe reduktim të sipërfaqes së tokës së përmbytur. Uji është i pranishëm kryesisht në kanalet kulluese të tokave bujqësore, ndërsa banesat nuk janë të prekura. Nivelet e lumejve Drin dhe Bun mbeten të larta por brenda kuotave të monitoruara, ndërsa hidrovoret e Velipojës funksionojnë normalisht dhe nuk paraqesin rrezik. Sipas Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, në nivel qarku janë vlerësuar rreth 900 hektar tokë bujqësore në ujë, kryesisht në bashkinë Shkodër dhe Vaujdejes, ndërsa në malsinë e madhe disa zona mbeten të përmbytura nga prurjet e liçenit të Shkodrës, por me tendencë rënje të nivelit të ujit. Në bashkitë Vaudez, Pug dhe Fusharës, situata paraqitet e qetë dhe nën kontroll e pa problematika emergjente. Në zonat malore të qarkut të Shkodrës, veçanërisht në akset Bok-Theth, Dedaj-Razëm dhe Koplik-Bok, qarkullimi rrugor është i mundur, por vetëm me goma dimrore ose zinxhir për shkak të pranisë së borës dhe ngricave. Në zonën e qafthores nuk është evidentuar rrezik nga urtekët, ndërsa po vijon puna për pastrimin e borës dhe kriposin e rrugës. Në akset malore rekomandohet kujdes i shtuar gjatë lëvizjes. Autoritetet bëjnë me dije se situata po mbahet nën kontroll dhe monitorimi do të vijojë si në zonat e përmbytura, ashtu edhe në zonat malore deri në normalizimin e plotë të situatës.